Si doli në fund dollapi që mora për këpucët. Siç e pat te video e parë, nëse nuk e pat ta shikoni, e montoi burri pas një 3-4 orësh, edhe tani erdhi radha ime që ta pastroj, ta rregulloj edhe ta vë në vend, domethënë të vendos të gjitha këpucët brenda. Në fillim e pastrova i hoqja tymin e shumë që mund të kishte pluhurin, edhe pastaj ja vendosa të heq këto të gjitha me radhë që kisha, këpucët, këto gjërat që kisha nga lart të pasqyrën, edhe këtë e çova e në përjashta në atë që thoni, e zuri dhe shiu u prish, çati bëjmë tani. S'ka gjë vjetër ishte. Tani e pastrova dhe vendin aty, të gjithë me radhë, dhe nuk më durohej dot që të vinte burri që ta çonin bashkë, ndaj e çova vetë. Okej, ishte një çike rëndë, po tani përse shkojmë në palestër që të mundemi të bëjmë edhe këto punë vetë në shtëpi, të mos kemi nevojë për burrat, po i vendosa nga lart pasqyrën, ca lule kështu korniza. Të shkojmë a do ta mbaj kështu, nuk e di, po kjo ishte një ashtu e parë që siç e vendosa, të gjitha këpucët brenda. Edhe ky është përfundimi. Si ju duket, a ju pëlqen? Se mua më pëlqen shumë. U mblodh vendi, edhe është më kështu e bukur.